Prokuroria e Tiranës ka kërkuar pushimin e çështjes për veprat penale kanosje për shkak të detyrës, kundërshtim dhe goditje të gjyqtarit, si dhe kanosje e gjyqtarit ndaj shtetasit Uljam Bajrami. Procedimi penal lidhet me një ngjarje të regjistruar në 17 tetor 2025 në qytetin e Elbasanit. Pas kryerjes së veprimeve hetimore, organi i akuzës ka vlerësuar se nuk plotësohen kushtet ligjore për vijimin e ndjekjes penale, duke kërkuar pushimin e çështjes. Prokuroria e Tiranës kërkon pushimin e çështjes me procedim penal numër 7882 të regjistruar për vepra penale kanosje për shkak të detyrës, kundërshtim dhe goditje të gjyqtarit dhe kanosje e gjyqtarit ndaj shtetasit Uljam Bajrami për ngjarjen e regjistruar në 17 tetor 2025 në Elbasan. Kujtojmë se në tetor të vitit të kaluar, përplasja u regjistrua në seancën gjyqësore mes avokatit Uljam Bajrami dhe prokurori Gjergji Ceka. Në audio regjistrim dëgjohej avokati i cili pretendon se provat ndaj klientit të tij janë të rreme, ndërsa shtonte se do të merrej personalisht me prokurorin dhe do të ngrinte padi ndaj tij. Më pas dëgjohet gjyqtarja Megi Strakosha, e cila ka tërhequr vëmendje ndaj gjuhës së patolerueshme të përdorur sipas saj në sallën e gjyqit, ndërsa ka paralajmëruar avokatin se nëse do të vijonte me të njëjtën retorik, do përjashtohej dhe klienti i tij do caktohej një avokat kryesisht.